Kushtet e presidentit Vladimir Putin për t'i vënë fund luftës në Ukrainë përfshin një kërkesë që udhëheqësit perëndimor të zotohen me shkrim për të ndaluar zgjerimin e NATO-s në lindje dhe për të hequr një pjesë të sanksioneve ndaj Rusisë, sipas 3 burimeve ruse me një uri për negociatat. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka thënë vazhdimisht se dëshiron të japë fund konfliktit më vdekjeprurës në Evropë, që nga lufta e dytë botërore, dhe ka treguar zhgënjim në rritje me Putinin ditët e fundit, duke paralajmëruar të martën se udhëheqësi rus po luan në zjarrin, duke refuzuar të angazhojë në bisedime për armpushim me Kievin, ndërsa forcat e tij shënuan përparime në fushën e betejës. Pasi foli me Trumpin për më shumë se 2 orë javën e kaluar, Putin tha se kishte rënë dakord të punonte me Ukrainën për një memorandum që do të përcaktonte konturat e një marrëveshjeje paqeje, duke përfshirë kohën e një armpushimi. Rusia sot se aktualisht po harton versionin e saj të memorandumit dhe nuk mund të vlerësojë se sa kohë do zgjasë kjo. Kievi dhe qeveritë evropiane kanë akuzuar Moskën për zvarritje, ndërsa trupat e saj përparojnë në Ukrainën lindore. Putin është gati të bëjë paqe, por jo me çdo çmim, sa një burim i lartë rus, me një uri ndihmë mendimin në nivelit të lartë të Kremlinit, i cili foli në kushte anonimiteti. Të 3 burimet ruse thënë se Putini dëshiron një premtim me shkrim nga fuqitë e mëdha perëndimore për të mos zgjeruar aleancën e NATO-s drejt lindjes, në thelb përjashtimin zyrtar të anëtarësimit të Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Moldavisë dhe republikave të tjera ish sovjetike.